Historia ime ka qenë shumë e hidhur kur kam qenë shumë e vogël. Mami më ka vdekur kur unë kam qenë 2 muajse dhe jam rritur në jetimore në Vlorë. Unë isha fëmia e fundit kur mami ka vdekur, që nuk ka asnjë lloj fotografie. Në jetimore mbaj mend sa pjesë që na sillesh shumë keq. Që në ato kohë? Që na vinin një staf të madh tane. Dhe kush nuk flinte, na godisnin. Ose kush ishte i sëmur, na i mbyllnin gojën, që mos kollitesin. Na lanin mirë në muaj. Dhe kur vinte kontrolli i madh atëre, na thosnin, shiko, se po treguan, do t'ju lëm pa bukë. Atë them, si ka mundësi që 5 vjet t'i kem piksim akoma dhe sot e kësaj dite që më dridhen këmbët. Tani jam e lumtur, o Zoti i Madh, me gjithë to peripicira që kam kaluar e vogël, të mos i kaloj tani në këtë kohë.